Padyshim, ngjarja kryesore në arenën ndërkombëtare gjatë këtyre ditëve ka qenë Irani, me trazirat, me protestat, të cilat kanë pasur gjithashtu edhe shumë viktima. Çfarë po ndodh në Iran? Çfarë e shkaktoi këtë zëmërim mbar popullor? A do të ndërhy Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm? Me kënaqësi do t'i bashkëbisedoj me zotin Ilir Alia, ekspert çështjeve ndërkombëtare. Zoti Alia, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Çfarë po ndodh në Iran? Kjo është pyetja. Në fakt, këto 2 ditë të fundit, pra dje dhe sot, duket si më qetësi. Dje ka pas disa protesta në disa qytete periferike, por sot janë shuar tërësisht protestat dhe shkaku i kësaj shuarje, mund të themi, sepse maksimumin e arritën të njëjtën që shkoi dhe të premten, duhet për telespektatorët duhet të vënë në dukje që nëse ne kemi pushimin e fundjavës të shtunë dhe diel, ato e kanë të njëjtët premte. Pra sepse kalendari islamik e premtja është falja e xumas. Dhe kjo u shfrytëzua për të bërë edhe këto protesta. Pse mund ndodhi shuarja e këtyre protestave? Simas zyres Irani i lirë që është në Londër, deri tani janë të vrarë, të ekzekutuar, pra, nga forcat e regjimit 7.000 persona. 7.000 persona? 7.000 persona, po. Lajmet edhe të medjave perëndimore e japin me qindra, por kjo zyrë që ka direkt kontakte brenda në Iran, flet për 7.000 persona. Janë ende të pa konfirmuara, por është me mira, pra numri të vrarëve është me mira, nuk është me qindra. Pra kjo është kjo që duhet thënë që në fillim. Qartë. Zoti Alia, ka edhe teori konspiracioni gjatë këtyre ditëve dhe orëve. Për shembull, kemi pamje që po bën xhirën e rrjetit efektiv policie, paktën kështu dyshohet që me motor, me automjetet e tyre vrasin civil. A mund ndodh kjo realisht tani apo? Në Iran po. Në Iran po. Në Iran po. Në Iran po. Po me ç'drejtë drejt? Nuk është një vend ku ekziston e drejta, e drejta është thjesht me regjimin. Pra duhet ti dim disa gjëra, pra atje ndodh, nuk je në një vend demokratik ku forcat e sigurisë kanë, më falni, forcat e sigurisë janë një me pushtetin, apo jo, dhe zbatojnë gjithçka që i kërkohet, po thoni, nga drejtuesit e Iranit, cilën në fakt edhe më parë kemi parë që kanë qenë me dorë të hekurt përsa i përket organizimeve qytetare edhe protestave të tilla, po megjithëse jemi në terr, le të themi informativ, duke qenë se shteti i ka ndërprer internetin, prap kemi informacion i cili përcjell pamje vërtet makabre. Video të merri edhe të vrarë në rrugët e Iranit. Është vërtet kjo që thoni ju, nuk është asnjë gjë e re, në fakt, sepse kështu janë shtypur edhe protestat më përpara, pra mbaj mend vitin 2009, kur ishin për vjedhjen e votimeve, pra që kishte votime dhe u vogël. Mund të pyes pak edhe mund marrë një frimarje të vogël. Po kam parë me vëmendje gjatë këtyre ditëve pozicionimin e Turqisë me deklarata që në fakt nuk i drejtoheshin zgjidhjes, po i drejtoheshin Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kam parë në një farë mënyrë deklarata të tërthorta që vinin nga Izraeli, nga funksionarë të lartë, nga Benjamin Netanyahu, por edhe nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ashtu siç e the në bisedën tonë para prake, përpara se të futeshe në studio, kanë qenë paksa të ndryshme nga dita në ditë. Nuk po themi kontradiktore, po të ndryshme. Apo jo. Tani, pse po bëhet e gjitha kjo në gjeopolitike dhe çfarë do të prodhojë? Po, duhet të sqarojmë telespektatorët që kjo e gjitha ka nisur si një protest ekonomike. Rritje e kostos së jetesës, inflacion i jashtëzakonshëm i monedhës vendase dhe si e tillë ka shkaktuar protesta kryesisht tek ato shtresat e mesme dhe tek të varfrit. Por duhet të sqarojmë edhe diçka tjetër. 80% e ekonomisë së Iranit, pra, është në dorën e rojeve revolucionare islamike. Pra, kjo... Ta shpjegojmë pak se çfarë janë, se ndahen nga këta efektivët edhe policët e thjeshtë, apo jo? Ja, se më lejo. Se është e rëndësishme. Po, më lejo.
rojet revolucionare islamike janë pararoja e Ajatollahut, pra janë njerëz shumë të zgjedhur dhe shumë besnik ndaj kauzës së Ajatollahëve. Çfarë roli kanë? Po, këto kanë rol kryesor, jo vetëm politik, administrativ, por edhe financiaro-ekonomik. Dhe janë këto dhe policia speciale që quhen Quds, dominojnë të gjithë jetën politiko-financiare-ekonomiko-sociale të Tiranit, pra 80% të saj, që është pjesa më e madhe e jetës së një vendi. Në këtë mënyrë është shumë e vështirë për të përçarë dhe për të hyrë në sistemin e ngritur nga Ajatollahët që në vitin 1979, kur fitoi revolucioni islamik. Dhe këto janë të përhapur me shtresa, nuk është që janë vetëm elita, por janë të përhapur deri tek policia, tek stacioni i policisë më i vogël në një rajon krejt të humbur të Iranit.